Këtu afër jush gjendet dhe një qytet tjetër shumë i famshëm që quhet Shën Albani. Shën Albani është një qytet i jashtëzakonshëm që sot memoria e atij sheti me origjinë shqiptare është në sy të gjithëve. Nuk ekziston një qytet që ka emër Shën Serbi, Shën Greku, por ka Shën Shqiptari, pavarësisht se ne se kemi masë një popull. Pasi ne jemi populli i gjenezës, populli i fillimit dhe nuk mund të kemi antipati dhe urrëtie ndaj askujt. Por nuk duhet lejojmë që asnjë të na urrej dhe të na me përkën. Duhet të jemi njësoj si ato dhe ato të jenë njësoj si ne. Ne japim barazim. Kjo është vullneti jonë, po kjo është dhe shpirtmallësia. I kemi dhënë gjuhën këtij kontinent, i kemi dhënë themelët këtij kontinent, i kemi dhënë shenjtët këtij kontinent, se kujtojmë që Shën Albani erdhi këtu në vitin 290 mbas Krishtit, i dërguar nga një pap me origjinë shqiptare, që ishte Shënkaj. Shënkaju dërgoi 2 emisarët e tij, 2 të zgjedhurit e tij, nipin e tij, që quhej Marino, e nisi drejt Italisë për të evangjelizuar Italinë, dhe nipin tjetër e nisi drejt tokës angleze, që është Shën Albani. Pra, këto të dy u bën idhtar jo vetëm të përhapjes së fesë në atë kohë që ishte qytet Nili, por përhapën qytetërimin mesdhetar, qytetërimin që ishte në atë kohë shumë përpara gjithë tjerëve. Dhe u zhvillua pra ai qytetërim i lirë, ai qytetërim mesdhetar, ai qytetërim i shqiptarëve antik u zhvillua qoftë në Italinë atëhershme të Veriut përmes Marinos, i cili themeloi pastaj qytetin e San Marinos që u bë shtet. Dhe është sot Republika më e vjetër në botë, që ka 1700 vite, që është akoma në këmbë dhe quhet Republika San Marinos. Po ashtu Shën Albani u bë martir në Angli dhe mori një qytet emrin e tij. Ka një katedrale të jashtëzakonshme në qytetin Shën Alban, rreth 30 kilometër nga këtu ku jemi tash sot. Dhe pikërisht në këtë periudhë përkujtojmë dhe rënjën e tij. Vdekjen e tij në vitin 305, martir për arsye se nuk tradhtoi mikun e familjes. Dhe është një shprehje gjigante e zemrës së madhe shqiptare, e mikpritjes shqiptare, mos tradhtia ndaj mikut, dashuria ndaj mikut, u dorëzua vetë tek romakët, duke thënë që ishte ai që kishte ardhur nga Roma dhe jo miku sapo i kishte trokitur tek dera. Veshja të tunikën e tij, pra atë buri dhe kapuçin, do dorëzu tek romakët, të cilët po kërkon një njeri tjetër që ishte bujtës në shtëpinë e tij dhe dha jetën për të mbrojtur mikut. Imagjinojmë se çfarë qëndrimi gjigant, traditë shqiptare, zakonore shqiptare, ilire shqiptare, epirote, maqedone, të pararzëve ta.